Në një debat televiziv në kanalin 10, analisti politik Nexmetin Spahiu deklaroi se do të luftonte kundër çdo shteti që do sulmonte Kosovën, përfshirë edhe Shqipërinë, ndonse e konsideron këtë të fundit si vend mik dhe vëlla. Kjo deklarat ka ngjallur reagime të ndryshme në opinionin publik dhe mediatik. Disa e kanë interpretuar si një qëndrim të fortë në mbajtjen e sovranitetit të Kosovës, ndërsa të tjerë e kanë kritikuar për shkak të implikimeve që mund të ketë në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë. Spahiu është i njohur për shëndrimet e tij të drejtë për drejta dhe shpeshherë kontroverse. Në të kaluarën ai ka bërë deklarata të forta lidhur me çështjen kombëtare e politike. Për shembull, në një intervistë më parshme ai ka shprehur shqetësimin e tij për mundësinë e një konflikti të ri në rajon, nëse nuk arrihet në një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë, situata gjeopolitike në Ballkan mbetet e ndjeshme. Diskutimet për rishikimin e kufive dhe marrëdhënieve të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë kanë qenë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Analistë ndryshëm kanë paralajmëruar për rrezikun e një konflikti të ri dhe nuk arrin në një zgjidhje të qëndrueshme. Në këtë kontekst, Spahiu e shton një tjetër dimension në debat mbi marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe mbi qëndrimet e ndryshme brenda vetë Kosovës lidhur me identitetin kombëtar dhe shtetëror, ndërsa disa e shohin si një shprehje të vendosshmërisë për të mbrojtur sovranitetin e Kosovës. Të tjerë e konsiderojnë si një qëndrim që mund të ndikojë negativisht në unitetin kombëtar shqiptar.